Hej, përshëndetje të gjithëve nga unë Margarita. Kam filluar një kapitull të ri në jetën time që më thërret të eci përpara me më shumë guxim, me më shumë qartësi dhe me më shumë besim në atë që unë jam duke ndërtuar. E shikoj këtë moment me zemër, me gjithë shpirtin tim, sepse rrugëtimi im nuk ka qenë i lehtë. Sigurisht që kam pas vështirësi dhe kam pasur ditë kur kam menduar të heq dorë. Por, ja ku jam sot. Më e fortë, më e rritur dhe më e vetëdijshme për vlerën time. Ky është hapi i parë drejt së ardhmes që unë meritoj. Duke lëvizur përpara, unë e përfituroj veten time duke ndjekur një ritëm të ri, duke u lidhur me njerëz që më frymëzojnë, duke hapur dyer të reja dhe duke ndërtuar rrjete që më çojnë mua përpara. Po shikoj që çdo ditë po rritem. Dhe jo sepse dikush po më nxit, apo po më vë mua nën presion që duhet ta bëj këtë gjë. Jo. Sigurisht që jo. E bëj çdo gjë vetë dhe me pasion. Jo nga frika, por nga besimi se unë mundem dhe doja dal mban. Pikërisht kjo është koha ime për të vendosur synime më të larta për veten time. Dua një mileston, dua një biznes të ri dhe të suksesshëm, një aftësi të re dhe një nivel tjetër vetbesimi. Nuk ka rëndësi sa e madhe do të duket rruga. Rëndësi ka që të mos ndalem, sepse çdo hap që unë hedh sot është një premtim për veten time nesër. Dhe në këtë rrugë, unë mbaj mend këtë gjë, që unë nuk jam vetëm. Kam afër meje njerëz që më mbështesin dhe që më frymëzojnë. Edhe atëherë kur unë nuk i kuptoj mirë gjërat në këtë udhëtim. Ka gra që kanë marrë guximin sepse unë vendosa të mos ndalem. Ka njerëz që kanë filluar të besojnë në veten e tyre, sepse ne i japim energji në njëri tjetrit. Kështu që, ndërsa ne ecim përpara, le ta shtojmë këtë energji. Le ta shtojmë atë vendosmërinë tonë. Le të shtojmë emocionin, rritjen tonë dhe të gjitha këto t'i kthejmë në veprim. Sepse e ardhmja nuk vjen vetë. E ardhmja ndërtohet. Dhe ne jemi duke e ndërtuar çdo ditë, hap pas hapi, me çdo sfidë që ne ka përcejmë. Dhe ky është vetëm fillimi. Nëse ja dola unë, do ja dilni edhe ju. Më shkruani t'ju tregoj se si po ja dal. Kaloshi një ditë të mirë sot dhe mirupafshim nesër në live-in e radhës.